Qeveria ka hedhur për konsultim publik një sër ndryshimesh në ligjin për nëpunësin civil me synimin për ta përshtatur administratën publike me standardet bashkëkohore të vendeve europiane. Projekt ligji sjell risinë në mënyrën se si rekrutohen, vlerësohen dhe menaxhohen punonjësit e shtetit. Ndryshimi më i rëndësishëm lidhet me procedurën e re të pranimit në administratë, e cila do të zhvillohet në 2 faza për të garantuar transparencë dhe shanse të barabarta për të gjithë. Këto faza përfshin një test kombëtar të përgjithshëm për të gjithë kandidatët dhe një konkurs të dytë të specializuar për çdo pozicion vakant. Projekt ligji parashikon gjithashtu unifikimin e standardeve të punësimit në të gjitha institucionet publike, përfshirë edhe ato që nuk janë pjesë e shërbimit civil, duke vendosur një sistem të vetëm testimi për administratën. Komisioneri për mbikëqyrjen e shërbimit civil do të ketë më shumë fuqi për të gjobitur zyrtarët që nuk zbatojnë vendimet e tij. Nëse një vendim nuk zbatohet, komisioneri mund të vendosë gjobë mujore deri në 50% të pagës, derisa të ekzekutohet vendimi, mas që synon të ndalë neglizhencën dhe vonesat në administratë. Risi të tjera përfshin reformimin e trupës së nivelit të lartë drejtues me mandate 5 vjeçare për sekretarët e përgjithshëm dhe drejtuesit e institucioneve, si dhe kalimin drejt një modeli të hapur karriere që lejon lëvizjen mes sektorit publik dhe privat. Ndërkohë, struktura e pagave ndryshon ndjeshëm. Deri tani, nëpunësit përfitonin rritje automatike të pagës me kalimin e viteve dhe me vlerësime standardesh, pavarësisht rezultateve reale në punë. Deri tani, nëpunësit përfitonin rritje automatike të pagës me kalimin e viteve dhe me vlerësime standarde, pavarësisht rezultateve reale në punë. Me projekt ligjin e ri, ky sistem hiqet dhe zëvendësohet me shpërblime të përkohshme për performancë që do t'u jepen vetëm atyre që dallohen për rezultate konkrete ose inovacion në detyrë. Qëllimi i këtij ndryshimi është të krijohet një administratë më motivuar dhe më konkurruese. Për herë të parë, ligji njeh edhe mundësinë e punës hibride, duke i dhënë punësve publik fleksibilitet për të punuar pjesërisht nga shtëpia, në përputhje me nevojat e institucionit. Një tjetër element i ri është integrimi i studentëve të ekselencës, të cilët do të kenë mundësi të punojnë për 1 vit në institucionet publike, si formë përgatitjeje për karrierën në administratë. Autoritetet theksojnë se këto ndryshime synojnë të krijojnë një administratë më profesionale, më efikase dhe të përshtatur me procesin e integrimit evropian. Reformimi i administratës publike është një ndër kushtet kryesore të qeverisë shqiptare në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, duke u përfshirë në grup kapitullin e parë, themelorët.